Për të folur në lidhje me çështjet e arkitekturës në vend, me mua në studio është arkitekti Asim Vatovci, i cili do të na njoftojë më shumë lidhje me gjendjen e arkitekturës në vendin tonë. Si e keni pas, zotri, gjithë këtë evolim të arkitekturës në vendin tonë, gjithë këto ndërtime, a ka ende shpresë për një planifikim urban, apo tash u kanë humbur shpresat? Po nëse kthehemi pak mbrapa në histori, një përshkrim shkurt, në periudhën e perandorisë osmane, për shembull, ku kemi pas fillet e zhvillimit të qyteteve tona, ka qenë më i respektuar konteksti lokal, dhe kemi pas si rrjedhoj një zhvillim natyral të qyteteve tona. Pastaj, për dallim në kohën e Jugosllavisë, ku është përvetësuar një stil modern i arkitekturës, që është një stil i mirë, po tek ne, kur ka ardhur, ka pas, mundu me thonë, një intervenim pak ma brutal, sepse ka shkatruar objekte të trashëgimisë së kaluar, dhe nuk ka qenë i përfshirë komuniteti në këto projekte, po kanë ardhur një farforme nga lartë. Pastaj, më vonë, në luftën e fundit, si që dim, kemi qenë të shkatruar në një situatë pas lufte, kur kemi fillu gati çdo gjë nga zero, dhe ka qenë një nevojë emergjente për strehim, për banim, domethënë. Në këtë periudhë emergjente, është normale që mundet me pas edhe gabime, sepse edhe institucionet nuk kanë qenë të formuara, ose ishin në formim e sipër, dhe nuk ka pas një kontroll mjaftueshëm për kapacitetet e ndërtimit që kishin filluar. Në këtë periudhë kemi ngecje si në aspektin funksionale dhe estetik të objekteve, por me kohë gradualisht, ndoshta edhe më shpejt se që kemi pritur, kemi pas një përmirësim të dukshëm, madje sot mundu me thonë se jemi në nivel goxha të mirë, si në aspektin e funksionit edhe estetikës. Kjo në rrafshin e arkitekturës. Pastaj, për urbanizëm është një çështje tjetër, që lën për të dëshiruar, edhe pse kemi pasur vazhdimisht dokumente të planifikimit, por ka pasur mangësi në këto dokumente, duke ashtu pastaj edhe realizimi i cili nuk ka qenë i kënaqshëm në nivel me lejet ndërtimore që janë marrë. Të dyja këto dy komponente e kanë kriju një situatë ose një pasqyrë të qyteteve tona që i kemi sot. Nëse i marrim objektet veç e veç, që thash edhe më herët, jemi në nivel shumë të mirë, po nëse e shiqojmë në aspekt më të gjanë, në shkallë pak më të gjanë, ka nevojë për përmirësime. A janë ngulfat qytetet? Po janë ngulfat qytetet një farforme, për shkak se komunat apo institucionet përgjegjëse kanë ngecë mbrapa me infrastrukturë, nuk kanë mujtë mi përcjell ndërtimet me infrastrukturë, me rrugë të reja, si që është rasti i Prishtinës, që është, sipas mendimit tim, goxha urgjent. Edhe Fushë Kosova nuk besoj që është? Edhe Fushë Kosova ngjajshëm, duhet të realizohen rrugë të reja, të cilat janë para pa me këto dokumente të planifikimit qysh moti, për me mujt me liru trafikun, me zbraz qendrat e qytetit. Vitet për rrugën A, e cila është përfolur tash me jashtëzakonisht. Po, ajo është desht qysh moti me qenë e përfundume, jo vetëm ajo, por edhe më të rëndësishme janë unazat e qytetit, të cilat e kishin mujt me liru shumë qytetin. Se po bëhet kjo zhagitje e gjitha këtyre punimeve? Ato nuk e di, janë institucionet përgjegjëse, që është desht me dhonë përgjigjen në këtë aspekt. Njëjtën kohë është desht edhe mu bë decentralizimi institucioneve shtetërore që janë Prishtinë,
bashkarisht me këto unazat e reja, rrugët e reja, të cilat janë motit planifikume e që nuk janë realizuar. Për ata kemi një gjendje kaos në trafik, çdo ditë më shumë, gati është bërë e vështirë jetesa e qytetarëve që jetojnë brenda në qytet. Njëjtë është edhe Fushë Kosova, e cila ka mund të evitoj këtë të llovi brenda qytetit me rrugë të reja në perimetër, ndoshta ishdesh të shiqohet edhe aspekti i densisë brenda qytetit, i cili është bajagi i madh. Që të vazhdojnë me punime. Pra, po i ndërun gjithë këto opcione që na dhatë për linimin e qytetit, mënyrën e ndërtimit, pse arkitektët në Kosovë nuk po e zënë vendin ashtu siç duhet, pra për formimin e emergjencave të mira, të banesat mos jemi aq shpak hapësirë me njëra tjetrën, pra kemi pa në Fushë Kosovë që lirish mundesh me kalu në balkonin tjetër pa problem. Po këto janë, që shtash edhe ma herët... Që të sigurinë e banorëve që janë brenda këtyre ndërtesave. Këto janë të meta, domethënë, në dokumentet e planifikimit, që ishdesh ma shumë më marë parasysh, sepse kur jemi të arkitektët në studie private, ata vetëm e zbatojnë ato rregulla më parë të rregulluara. Domethënë, dokumentet e planifikimit, të cilat janë të miratuara. Njëkohësisht edhe urbanizmi që lëshon leje edhe ai bazohet në ato dokumente. Domethënë, kjo më thoj zakeqja fillon qysh nga planifikimi i këtyre dokumenteve, të cilat bëhen ligje dhe duhet i nënshtrohen të gjithë këtyre dokumenteve. Pra, mendoni se ka shkelje në këto dokumente, pra mënyrën e hartimit të gjitha këtyre dokumenteve, për interesat një kompanie të caktuar që të vazhdojë ndërtimin? Nuk mundemi me thonë se ka shkelje, se ai dokument hartohet nga kompani profesionale, po ashtu edhe ka dëgjime publike që mundën me marrë pjesë qytetarët, por ishdesht me dhanë rëndësi ma shumë, normal, ka ndikime edhe nga grupet interesit, nga kompani ndërtuese e kështu me radhë, po nëse në fillim ndalohet ky proces i këtij dokumenti dhe përmirësohet, atëherë krejt zinxhir tjerë ne i nënshtrohen këtij rregulle dhe këtij dokumenti. Mirë, po puna e banesës në Prishtinë, sidomos këtyne çështjes të betonit, gjithë zhurmën, gjithë kaosin, qysh me mujt me zhblloku Prishtinën, me saksisht, a ke ndonjë plan që këshe mujt me na shpalos? Po ndërtimet duhet mu bo, se është ndërtimi është një zinxhir shumë i rëndësishëm ekonomik, duhet edhe është mirë që bëhet, po institucionet duhet ma shumë me bo, që shtash edhe ma herë, që ceka në përcjelljen e këtyre ndërtimeve me infrastrukturë. Kur përcjellen mirë me infrastrukturë, nuk do të ketë edhe ksitollovia ose diçka të ngjashme. Kemi shembuj ku bëhet komplet bloqe të ndërtesave, është të parapo me rruga me projekt, të cilën e respektojnë këto bloqe, kur të marrin lejen, por rruga nuk bëhet, ku me ditë edhe sa vite ma vonë. Shfrytëzohen rrugë që kanë qenë, që nuk janë parapome për këto lloj ndërtimesh. Ose kanë qenë lagje me shtëpi, pas luftës, ju ka mjaftu që ai kapaciteti që asoj rrugë, mirë po kur ndërtojnë bloqet banimit dhe rritet dënësia, do e mos duhet me pas rrugë të reja të cilat edhe janë parapome me dokumentet të planifikimit. Ne kemi pas edhe një rast ku një punëtor humbi jetën për shkak të rrëshitjes së dhejot, ku po ndërtohej një banesë aty. A do të me pas kritere për vendin se ku ndërtohen banesat? Ma herët kemi dëgjuar që në Dragodan zbon me ndërtu se ka lëkundje të dhejot atje. Ndërsa tash atje Dragodani është i mbushur me banesa. Po fatkeqësisht kemi her pas here humbje të jetëve. Kjo është një fatkeqësi. Detyra jonja është që se edhe për punishtë bëhet një projekt i veçantë, edhe ai nuk respektohet
plotësisht, edhe për ata ndodhen edhe aksidentet të tilla. Po sa i përket Dragodanit që në kohë më herë, sidomos në kohë të okupimit, nuk është leju me ndërtu banesat larta atje. Po, është e vërtet, nuk është leju, po tash nëse veç është bë matja e terrenit, tash që kërkohet, domethënë, dhe kanë dalë rezultate të mira që mundet më ndërtu, besoj që nuk ka asnjë të lashe. Edhe një problem që shpesh herë kemi hasur ankesa nga qytetarët, e sidomos në Fushë Kosovë, në ato banesat ku janë afër rrugës, kemi parë që muri është qa. A është kjo cilësia e ndërtimit, apo fakti që është afër murit, afër rrugës, më falni, edhe kalojnë edhe mjetet që janë me kamionet që kanë më shumë të peshë? Jo, për rrugë nuk ishtë desh me pas lidhje, por është të cilësia ndërtimit, e cila fatkeqësisht nuk është që kontrollohet, sepse ka mbet mbikëqyrja në dorën e kompanive private, të cilat nga njëherë të shtyrë dhe nga presioni i kompanive ndërtuese munden me neglizhu punë të cilat janë parapome në projekt. Kjo tani është pak zinxhir, sepse sot shumicën e komunave të Kosovës, përveç Prishtinës edhe një komunë tjetër, nuk kanë inxhinier të ndërtimit që kontrollon projektin e kësaj faze para lëshimit të lejes ndërtimore. Ky domethënë është një aspekt. Aspekti tjetër është mbikëqyrja e këtyre punimeve, sipas mendimit tim, është desh me pas përgjegjës edhe nga institucionet, nga komuna që kontrollon, shembull inspektor inxhinier ndërtimit që e kontrollon nga fillimi punët, sepse struktura është vështirë e kontrollueshme pasi që të kryhet objekti. Është mirë që nga fillimi me marrë masa edhe mu zbatu në përpikmëri projekti i llogarisë statike. Ndërsa për faza tjera është pak ma lehtë se mundet mu verifiku edhe më vonë. E për ata ndodh edhe qarja mureve, pllakave, edhe është mjaft rrezik, ndoshta në këtë moment jo, por kur të kemi një rast sikurse ishte i Turqisë apo i Shqipërisë të tërmetit, kjo do t'i shpërfaqë shumë probleme të cilat i kanë objektet banesore që po ndërtohen. Gjithë s'mund të na garantoj askush që mund t'jemi... Jo, sepse ne jemi në një zonë sismike, e cila pritet që të kemi, domethënë, tërmete në të ardhmen. Një çështje mjaft rëndësishme është edhe dështimi i institucionit në zbatimin e standardeve bazike nga mbrojtja e zjarrit, pra. Pse po ndodh ky dështim, duke ditur që kemi pasur edhe raste ku kanë hapur zjarre edhe brenda banesa, ku komplet një kat është prekur nga zjarri edhe ndërtesat poshtë saj. Kur jemi të mbrojtja nga zjarri, projektet normal nuk punohen keq si projekte, edhe kontrollimi i këtyre projekteve është goxha rigoroz, sidomos kohën e fundit, po kur është fjala të zbatimi, këtu kemi pa ngecje, zbatimi i cili është desht të kontrollohet në fund kur të bëhet pranimi teknik, domethënë pa u plotësuar të gjitha kriteret që janë parapome për mbrojtjen nga zjarri, nuk është desh më bë pranimi teknik i objekteve, që pastaj pason me lejen e përdorimit të objektit. Domethënë pa këtu dy kontrole që është desh me qenë ma rigoroze, nuk është desh më leju as fillimi i përdorimit të atij objekti. E një standard tjetër që gjithsesi do të përfshirë në gjitha ndërtimet e reja që bëhen tashmë? Në përputhje me standardet evropiane, pra, çka duhet tjetër me pas parasysh kur ti e harton një projekt si arkitekt? Po sipas meje, banimi, nëse marrëm shembull Evropën, ka pësu ndryshime, ata i kanë kalu këtë fazë shumë vite më herët, këtë fazën që jemi ne tash,
ata kanë kalu të një banim ma human, dhe më thonë, jo në etazhet e larta, edhe mundësisht i kanë ikë funksioneve mikse, si që është tek ne me shumicë kemi afarizëm, kombinim me banim, sepse kjo shkakton një seri të problemeve në të ardhmen. Pa kemi pa që çdo herë ka poshtë ndërtesave një biznes caktum. Po. E në Evropë kjo tash, në ndërtime tash që i bojnë, është largu. Me shumicë, do më thonë, janë banime të ulta, janë ma humane, nuk ka funksione mikse të përzime, për shkaqe të shumta, edhe është jeta ma kualitative edhe ma e mirë. Një çështje tjetër që është shumë rëndësishme është hapësirat e gjelbërta, ku ndërtohen banesat, po ndërkaq nuk i jepet as pak hapësirat të gjelbërta, ku mundën fëmijët për shembull me dalë me lose, vetëm kur dojsh me ble banesën e sheqer në plan është, po në fakt zbatëshmëria atyre kemi pa edhe në lagje të mëdha që nuk jepet rëndësi hapësirave, këndit lodrave e kështu me radhë. Realisht në dokumentet e planifikimit ekziston, është në më thonë gjelbërimi më përqindje, edhe në projekte pasta ekziston, dhe mirët leja me këto kondita, mirë po kur të vjen puna të realizimi, ndërtuesit i ikun kësaj. Edhe kjo është desh normal, në fond prap edhe kjo njëjtë të kontrollohet para pranimit teknik, sa i plotëson kriteret edhe gjelbrimit, edhe dronjve, edhe hapësirave të përbashkëta. Njëjtën kohë është desh me mendu ma shumë edhe komunat për krijimin e hapësirave publike, do më thonë ma shumë hapësira publike, ma shumë dronj, që qytetari të ketë sa më afër vendit ku banon një hapësirë publike, në mënyrë që me mujtë me dalë, me ba një ecje, një pushim, në ajrë pastër ose në rrizët të diellit. Mirë pa gjithë që kjo mungon fatkeqësisht. Të po që edhe ndotja e ajrit është nivel shumë nalt, këto na tregojnë motje do më thonë të sakta, na duhet me punu shumë a shumë në gjelbrim, në shtimin e dronjve, edhe në shtigje për ecje, edhe në pastërti të rrugëve dhe trotuarëve. Dhe që thirrmi vesh në disa mujtë caktum që do të ketë, po jo vazhdimisht. A kanë kuptu qytetarët e rolin e arkitektëve dhe mundësinë e tyre për ndërtimin e qoftë shtëpive, qoftë banesa, apo ende po vazhdojnë fatkeqësisht të ndërtojnë shtëpi ashtu sipas planeve tyre? Gjithsesi kanë kuptu, do më thonë, shumica, ka pak raste që veprojnë, do më thonë, në të formë pa arkitekt, sepse është një lehtësim, është për shembull te kursimet e ton jetës ndoshta që i ke bë, kemi investu me një objekt që kemi jetu ton jetën dhe kemi lanë për të ardhmen, sepse këto janë vepra që mbesin ma gjatë, është absurde nëse nuk konsultohesh ose nuk bën projekte profesionistët të cilët e marrin përgjegjësinë për punën që e bojnë. Inderum edhe një pyetje, kjo çështja e ndërtimeve të shpejta, që po mundohemi të nxojmë hapat europian, të kemi një urbanizëm sa më të shpejt, apo ndikon keq në jetesën e qytetarëve, në këto ndërtime të shpejta, cilësia e tyre që shpesh herë e vëmë edhe në diskutim, sa mund me ndiku këto në të ardhmen tonë? Se neve kemi ndërtesa qysh prej shumë vitesh që ende nuk janë prish, sidomos në Prishtinë, pra aty në Lakrish, ato banesat e kuqe, në Breg të Diellit, janë beta ashtu siç kanë qenë. Ndërkaq banesat e reja fatkeqësisht kemi pa që kanë edhe humbje të ngjyrës së fasadave e kështu me radhë. Po normal që ndikon në banorët që janë afër ndërtimi gjithsesi, po kjo është normale në gjitha vendet, po do të merren masa, për shembull sigurimi i punishtes, mbrojtja nga zhurma e tjerë, ndërsa sa i përket fasadave, ngjyrave e tjerë, ato banesat e vjetra janë ndërtuar në një kohë kur siç e theka edhe më herët,
si stilisht e moderna dhe nuk i kanë kushtu shumë rëndësi izolimeve, ma sakt izolimi termik, edhe është përdor natyrbetoni ose tulla, që janë shumë të qëndrueshme si materiale në kohë, ndërsa sot standardet e reja kërkojnë një nivel shumë të lartë të izolimeve termike për mos humbje të energjisë. E pastaj këto izolime, finesa dhe më thonë finale, nuk po aplikohet ajo që është ma kvalitative, edhe për këtë arsye kemi mas disa vite humbje edhe të asoj ngjyrës që ka qenë bazë e kështu me radhë. A duhet që vazhdimisht ketë inspektime të objekteve, qoftë për fasad, qoftë për si po qëndron çështja brenda këtyre banesave, këtë qarje, ose edhe ndonjë çështje tjetër, për shembull siç është puna e zjarrit, që kemi pa që nuk melakosen fort kompanitë të cilat i kanë ndërtuar ato banesa. E çon deri tek humbja jetëve të qytetarëve fatkeqësisht. Realisht ne ishdesh më fokusu në këto dy pika, dhe më thonë që i ceke të siguria si që është struktura objekteve, po edhe mbrojtja nga zjarri. E pastaj, kur të rregullojmë këto, mundemi me pas edhe inspektim, edhe të fasadave, edhe të materialeve të përdorura, po këto janë punë që mundën mu përmirësu në një moment të dytë, mundet mundru fasada, mundet mundru dritaret, dyrt, parketi, por jo struktura objekteve, sidomos forma që jemi duke ndërtu në sot me, dhe më thonë, beton arme, munden mu përmirësu, po janë shumë të kushtueshme, kanë kosto shumë të lartë, gjë që është e pamundshme për standardin tonë të përmirësohen, dhe më thonë, fokusi jonë do të me qenë të këto dy pika, para ndërtimin. Para atyre materialeve finale, finesave, sepse ato në fundit ndrohen. Por këto strukturat është shumë vështirë më kthy edhe një herë mbrapa me bo intervenime ose përmirësime. E tek çështja e arkitekturave lokale, pra, shpeshherë nuk janë pjesë e diskutimeve, sidomos këto komunat e vogla që janë. Pra, kemi parë që infrastruktura në komunat e vogla nuk është se zbatohet nga ana arkitekturore në mënyrën e duhur të zbatueshmërisë së saj. Shpeshherë jepen edhe lejet për ndërtesa, po vendi se ku jepen ato leje, ndoshta ndonjëherë edhe nuk i plotson standardet e tyre. Po gjithmonë kthehemi prapë te problemi fillestar që janë dokumentet e planifikimit, sepse edhe nëpër komunat vogla respektohen këto dokumente, domethënë lejet nuk është që lëshohen bash ad hoc ashtu, po bazohen domethënë në këto dokumente. Pra duhet domethënë në fillim që të marrën pjesë më shumë qytetarët që të jenë pjesë, që të jenë pjesë e hartimit të këtyre planeve, dokumenteve, të cilat pastaj ato kanë një afat, por shkojnë vite derisa të mundemi me i ndërru. Domethënë punohet vazhdimisht me ato. Mi pa është çështja që qytetarët kanë hupat besimin edhe thonë se sa do të mbledhemi në këto dëgjime, nuk do të kemi efekt me duar. Jo, ka efekt, sepse ato mbesin si dokumente, edhe duhet me pas efekt. Edhe pse normal ka interesa grupeve caktuar që ndikojnë në këto, por prapë duhet me marrë pjesë, sepse ato do të mbeten si pjesë e këtyre dokumenteve për të ardhmen. Nderuar, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesë dhe të na shpalosh të gjithë punën e arkitektëve dhe mënyrën e ndërtimit e cila po bëhet në Kosovë. Faleminderit edhe për juve, për ftesën.